Mendje gjeni që ngritën civilizime, historia tyre e paditur. Qytetrimet nuk janë ndërtuar vetëm mbi luftëra dhe pushtime, por mbi mendjen, dijen dhe vizionin e individëve të jashtëzakonshëm. Përgjatë historisë, mendje geniale ka ndërtuar themelet e qytetrimeve të mëdha, shpesh për marrë vlerësimin e duhur në kohën e tyre. Kontributi i tyre ka qenë vendimtar në zhvillimin e shkencës, arkitekturës, politikës dhe filozofisë. Një nga figurat më të hershme është Imhotepi, i Egjiptit e lashtë, arkitekti i piramidës së parë me shkallë. Ai ishte jo vetëm ndërtues, por edhe mjek, astronom dhe filozof, duke vendosur bazat e shumë disiplinave shkencore. Në Greqinë e lashtë, Sokrati ndryshoi përjetësisht mënyrën të menduarit përmes metodës së tij të pyetjeve. Nxënësi i tij Platoni dhe pasojësi i Platonit, Aristoteli, ndërtuan themelet e filozofisë dhe shkencës perëndimore. Në botën islame gjatë epokës së artë islame, figura si El Havarizmi, i cili hodhi themelet e algjebrës, dhe Ibn Sina, pioneri i mjekësisë moderne, luajtën role vendimtare në formimin e dijes botërore. Në lindje, Konfuci formsoi për shumë shekuj, me radhë, mendimin politik, moral dhe shoqëror të Kinës. Mësimet e tij ndikojnë ende sot në kulturën dhe mentalitetin aziatik. Në Evropë, gjatë rilindjes, figura si Leonardo da Vinci nuk ishin vetëm artist, por arkitekt të mendimit modern shkencor, duke lidhur artin me shkencën në mënyrë revolucionare. Shumë prej këtyre mendjeve nuk u kuptuan plotësisht nga bashkëkohesit e tyre. Shpesh u shpallën me përsekutim varfëri ose harresë, ndërsa idetë e tyre u vlerësuan vetëm pasi ndryshuan rrënjësisht shoqërinë. Në përfundim, mendjet geniale që ngritën civilizime janë dëshimi se përparimi njerëzor nuk vjen rastësisht, por është rezultati i vizionit, përkushtimit dhe guzimit intelektual. Historia e tyre, edhe pse shpesh e paditur, është themeli mbi të cilin qëndron bota moderne.